Jemi rikthyer, është bashkuar me mua në panel Eriola Canga, eksperte e tregut pasurve të paluajtshme. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Kënaqësi që jemi ne. Po ashtu edhe Ram Halilaj, sipërmarrës, trajner biznesi, sipërmarrës në Gjermani, duhet thënë, kështu që por e ndan jetën mes Shqipërisë dhe Gjermanisë. Tani e nevojshme ekspertiza jote për të kuptuar se sa në gjendje dhe tafta janë bizneset në përballimin e krizave dhe se çfarë roli luajnë institucionet për të amortizuar efektet. Çfarë problematikash kanë nxjerrë në pak krizat e mëparshme? Si fillim përshëndetje. Po, u futëm direkt në bisedë. Po, në fakt po ta shohim që nga pandemia deri më sot gjatë këtyre 6 viteve kemi pas shumë kriza, po do thoya sfida për bizneset që të tregojnë ku ti ndodhesh ose të kesh mundësi të përshtatesh. Po ta shohim për shembull me vëmendje vitin 2020, sipas Instatit kanë falimentuar 1500 biznese dhe janë humbur 27000 vende pune në Shqipëri në vitin 2020. Kjo do të thotë që bizneset në Shqipëri, sipërmarrja në Shqipëri nuk ishte e përgatitur për një sfidë tillë. Do të thotë që një krizë nuk është aty që thotë je i mirë ose jo, por një krizë është aty thotë si e përballon ti diçka tillë. Nëse biznesi jot funksionon shumë mirë, nuk dallohet aty sipërmarrësi. Sipërmarrësi dallohet gjithmonë kur biznesi nuk po funksionon shumë mirë dhe këto kriza janë aty që neve të na tregojnë që duhet përshtatemi, duhet të mësojmë, duhet zhvillohemi më tepër. Tani, duke qenë se ke ekspertizën e nevojshme, ai bilanci që the, 2020 nuk ishte le të themi një vit i lehtë, sepse kaluam tërmetin, ishte pandemia, më pas piknisja, duhet të ketë qenë një vit më vonë lufta në Ukrainë, diçka e tillë, por përgjithsisht është ajo periudhë ku goditjet ishin shumë të forta. Me këtë bilanc, 27.000 vende pune të shkurtuara, pra qytetarë të cilët dalin jashtë tregut punës. Çfarë tregon kjo për biznesin? E ka menaxhuar siç duhet apo është gjendur i papërgatitur? Do thoya edhe një statistikë tjetër, nëpërmjet Instatit në Shqipëri janë 88% bizneset vogla nga 0 deri në 4 punëtor. Do të thotë që bizneset në Shqipëri nuk janë profesionalizuar akoma. Do të thotë që bizneset në Shqipëri hapin një biznes që të fitojnë disa të ardhura dhe gjithmonë sipërmarrësit në Shqipëri në bazë të statistikave improvizojnë dhe nuk planifikojnë. E gjejmë shpesh në botën e përditshme, nuk kemi nevojë për një plan biznesi dhe këtu vazhdon çdo gjë. Krijosh një biznes vogël nuk duhen shumë lekë, është shumë rregull, vetëm se problemi është këtu. Nëse do të tritesh, nëse do të shkosh punosh me elitën dhe të fitosh shumë të ardhura, duhet gjithmonë që të kesh një biznes, një plan biznesi shumë caks dhe rezerva tjera atëherë që do flasim pak më mbrapa për këtë pjesë. Ishte pa strategji, pra kryesisht bizneset të vogla. Shiko, tha një gjë që improvizojnë. Dhe kjo tregon që mënyrën dhe mendësinë e të bërit biznes në Shqipëri. Edhe shpesh këto pasoja pastaj nuk mbeten dhe aq një shkreptim në qell të hapur, sako që ne nuk kemi ndërmarrë masat e nevojshme dhe të mjaftueshme për menaxhimin e krizave. Nuk rezistojnë për shkak se janë të pa planifikuara, pa strategjia afatgjata, edhe janë të brishta. Pra në pengesat e para që hasin, janë të destinuara të tërhiqen apo të falimentojnë, apo të mbyllen përkohësisht për të menduar se mund të rinis në një moment kur ndofta situata është më mirë, por që situatat gjithmonë tregojnë vizionin, strategjin, largpamësinë dhe përgatitjen e sipërmarrësit për të bërë biznes. Kjo është arsyeja që sa herë kemi diçka të tillë që për mua kanë qenë influenca të vogla, e kam pas thënë kohën që nuk do ndikojnë në tregun e real estate dhe nuk kanë ndikuar, sepse janë element shumë të vegjël. Do ndalemi se çfarë impakti kanë dhënë për dhënë impakt kaq të madh atë sektor, dhe të paktën cilët mund të jenë sektorët më të ndjeshëm ndaj këtyre goditjeve. Për mua është pikërisht kjo, pa përgatitja për të pasur një plan B, zhvillimin momentin që një pengesë të del përpara. Janë të nisura aty nga dëshira e madhe për të mos punuar për dikë, apo për të pasur biznesin tim, duke qenë vetë punësuar me një punonjës apo me asnjë punonjës, dhe këto impaktohen direkt nga faktori më i vogël influencues që mund të ketë tregu, impaktohen dhe edhe falimentojnë. Edhe falimentojnë, shkojnë. Për sektorin e real estate, në fakt, situata nuk ka qenë dhe aq gri, sepse këto kriza ndikuan dhe i dhanë një hob, le të themi, sektorit.
Në 2019-ën, unë jam sulmuar masivisht, ndoshta sepse isha dhe në fillimet e mia në real estate dhe kur kolegët të mi të mendonin që nga tërmeti, nga pandemia, tregu real estate shkonte shumë grope, do ule, do kishte shfryë fuskash më thitash, kur kam thënë jo do ketë rritje, sepse do të më pajtë çik më thellë cilët janë faktorët që impaktojnë real estate në Shqipëri. Ja ku jemi sot. Pra nuk është se kemi pasur ullje, përkundrazi tregu është rritur vazhdimisht. A ka stopim edhe stabilizim vitin e fundit? Po, këto janë faktorë tjerë më madhor që i diskutojnë vazhdim. Po, do shtoja këtu dhe diçka, nëse do të shohim prapë nga viti 2020, duke qenë që unë kam marrë 5-6 vjeçarin e fundit, sipas Enstatit gjithmonë kemi një rritje inflacioni 21%. Në Shqipëri do të thotë që 100 euro në 2020-ën, sot është 120 euro. Do të thotë që kush ka investu para 6-7 vitesh në real estate, sot automatikisht ka një vlerë shumë të lartë. Ndërkohë njerëzit të në Shqipëri e gjej shpesh që shiko se për momentin çmimet janë shumë të larta. 1000 euro sot vlen më shumë, vlen më pak se sa dje, ndërkohë 1000 euro nesër vlen më pak se sa sot. Do të thotë që real estate është një ndër fushat, do të thotë fushat e vetme në botë që ka një luatje shumë minimale, ndoshta nuk ka një rritje, ama edhe për me rujt pasuritate është real estate një ndër fushat më të mira. Kush mund të jenë sektorët që mund të jenë më të ndjeshëm ndaj këtyre goditjeve? Pra që e kanë më të vështirë, duke marrë shkas edhe nga ajo që vure nduke, tipologjia, pra përgjithsisht biznese familjare janë ato që ndjejnë më shumë krizën dhe që shkojnë drejt mbylljes në rastin më të keq. Janë shumë faktorë që ndikojnë, bizneset më të shpesha dhe më të zakonshme janë restorantet e vogla, janë lokalet e vogla, janë marketet e vogla, dhe po t'i shikosh me vëmendje, nuk është një studim i tregut. Do të thotë që unë personalisht jetoj në Gjermani, jam shtetas shqiptar dhe gjerman dhe kam një vit që jam futur në tregun shqiptar, ama kam bërë një vit më përpara, një studim komplet tregut, gjitha nevojat që ka tregu dhe produkti ose shërbimi që unë kam, a e zgjidh problemin këtij tregu. Edhe vetëm këtu ke mundësi atëherë që të vazhdosh të hapësh një biznes. Duke qenë që dëshira është për tek gjithë njerëzit për më rrit më zhvilluar dhe me këtë qasje futen gjithë ata që bëjnë biznes, që do thotë bëjnë një studim tregu, kuptojnë çfarë nevoja shka ky treg, apo ke edhe nga ata që ndërmarrin iniciativa dhe testojnë iniciativa, më saktë. Jam shumë dakord, edhe unë jam një ndër prej tyre. Vetëm se është kjo pjesa që ke dëshirë që të rritesh zhvillohesh, apo ke dëshirë të hapësh te biznesin e vogël edhe të rish aty ku je. Këtu në Shqipëri një ndër pikat që unë e vrej shpesh, me të vërtet shumë shpesh, është që bizneset nuk janë të gatshme që të dëgjojnë. Për shembull, në Gjermani, edhe unë ke kompania ime, po edhe në kompani tjera, e bëjmë gjithmonë marrim dikë të jashtëm që të na japi një perspektivë ndryshe. Pse? Duke qenë që ti punon ke biznesi jot çdo ditë, i themi në Gjermani ke vë këtu dhe nuk shef majtas djallta, s'është biznesi jot. Dhe gjithmonë edhe ne personalisht që merrem me bizneset, marrim dikë të jashtëm që të na tregojnë ndoshta 1, 2, 3 pika që mund t'i përmirësojmë. Në Shqipëri nuk funksionon. Pse? Sepse në Shqipëri pronari një biznesi, sepse këtu vazhdon. Këtu quhesh pronari një biznesi, nuk quhesh sipërmarrës, nuk quhesh lider. Do të thotë që pronari një biznesi thotë shikoj se unë e di më mirë dhe kush je ti që mund vish ma tregosh mua se si bëhet më mirë. Kjo është arsyeja pse bizneset falimentojnë në Shqipëri. Kjo është arsyeja pse në 2020-ën kanë numër 27.000 vende pune dhe kanë falimentuar 1.500 biznese. Dhe po ta shikojmë gjatë këtyre viteve të fundit, bizneset kanë vazhduar dhe janë sensibilizuar që është gjë shumë e mirë, por është me ritme shumë të vogla. Ka një pikëthese në këtë drejtim? Në lidhje me... Si pëlqeu Eriolës fakti që bizneset në Shqipëri nuk arrin dot të pranojnë faktin që dikush nga jashtë mund t'i këshillojë, t'i orientojë. Në fakt më pëlqen, por jam keqardhur që kjo që Rami thotë është e vërtet. Pra nëse unë shoh pengesa sot edhe në biznesin tim, edhe Rami si mentorimi e di se vazhdimisht e shpreh këtë keqardhje, them sa vështirë kam industrin, sepse kanë këtë cinizmin, do e thema, të menduarit që unë di gjithçka dhe nuk presin sugjerime jo, po as të ndajnë problematika edhe për të ofruar zgjidhje të përbashkët. Pra shkojmë tamam në cinizëm që unë dhe di dhe s'dua asgjë. Ne priremi që mësimet i nxjerrim nga gabimet dhe pësimet tona. Pra, kjo është keq. Kjo është një shprehje që na shton shumë më përpara, po ideja është pse duhet presim ne që të bëjmë një gabim ku të kemi mundësi ta evitojmë pa bë gabime. Kjo është ndryshimi midis një sipërmarrësi dhe një pronari të biznesit. Megjithatë vure nduke Ram që ka një ndryshim, një herë ndryshimi. Pra ka nisur të
ndërgjegjësohen mbi rëndësinë që kanë këshilluesit nga jashtë, mbi domosdoshmërinë që të bërit biznes mos shihet sot për nesër, por të shihet si një strategji dhe për ta rritur dhe për ta zhvilluar më tej. T'jap një shembull që përdorim në Gjermani, ne merrem me shumë me trajnim, merrem me biznese dhe zakonisht i marrim sipërmarrësit edhe i çojmë në të ritmin që fitojnë miliona euro. Vetëm se ne nuk i themi kurrë që për 1 vit, 2 vjet ose 3 vjet do arrish këtë status. Pse? Sepse është e rëndësishme që të ngresh diçka të shëndetshme duhen 5 deri në 7 vjet. Një sipërmarrës që të ndërtoj karakterin e tij, qoftë si milioner, qoftë si sipërmarrës, të duhen 5 deri në 7 vjet që të jesh i tillë. Fakti që ke hap një biznes sot ose ke 2 vjet që ke hap, nuk do të thotë që je një sipërmarrës ose që mund të kesh 200 punëtor. Për shembull, në Shqipëri ngatarohen edhe termat e sipërmarrës. Dikush që ka franchise mund të ketë 30 copë, që i ka dhënë me qeradh, thotë shikoj se kam 300 punëtor. Do thotë që këto janë terma që në Shqipëri duhet më i pa me detaje, pse? Sepse në 2026 unë e them gjatë gjithë kohës nuk ka qenë kurrë më e lehtë se sa sot me fitu të ardhura, por nuk ka qenë kurrë më e lehtë se sa sot që të ndërtosh një biznes që ti të zhvillosh dhe me kosto zero. Okej, të marrësh një trajner është shumë mirë, por ti ke mundësi edhe nëpërmjet internetit sot zhvillohesh, sepse mundësia është aty. Gjykon që jemi në këtë pozita ku është më e lehtë që sot të startosh një ide biznesi, por edhe të arrisësh biznesin, apo është më sfiduese? Sepse edhe këtu qëndrimet janë të ndryshme. Ka nga ata që pikërisht mbi ngopjen e tregut e konsiderojnë sfidë, edhe domosdoshmërinë e të bërit diferencës e konsiderojnë po ashtu një për shkak të mbingopjes, një sprova po test që jo të gjithë e kalojnë dhe jo të gjithë e kuptojnë. Për shkak të mbingopjes, shumë prej atyre që kanë nisur të bëjnë një biznes janë ndjerë në kushtet e sfidës, edhe jo të gjithë janë dorëzuar, ka nga ata që kërkojnë ndihmë, le të themi, nga jashtë, nga brenda, nga vetja, nga kushdo që mund t'i suportoj për ide, për zhvillim, për projekt të ri, për çdo gjë. Rami është pozitiv në 2026 sepse është adhurues i AI-s dhe mendon se me teknologji mund ta bësh gjysmën e punës së njerëzve në biznes. Kështu që në këtë prizëm vazhdimisht e dëgjoj më thotë që gjysmën e punëve që mund ta bënin njerëzit e kompania mund ta bëj AI shumë thjesht, mjafton që këtë gjë ta zhvillosh në biznesin tënd. Dhe në këtë prizëm për sa kohë lobohet kaq fuqishëm AI dhe ka dhënë rezultate, duket pozitive. Pastaj nëse në një të nesërme do kthehet në një kancer të shoqërisë në zhvillim personal apo biznesi, këtë s'di të them. Di të them që në real estate unë kësaj tim shoj fort nuk ka asnjë AI që mund zëvendësoj emocionin që jep një person në zhvillimin e biznesit, sepse është biznes i drejtuar dhe orientuar gjithmonë drejt njerëzve. Ata të cilët mendojnë në këtë formë nuk janë demode, se kur ndahen pedagogët e Harvardit lidhur me këto qëndrime, nëse duhet lidhur me penetrimin pra e teknologjisë, inteligjencës artificiale, kështu që nuk duhet na çudis fakti që edhe qëndrimet janë ndryshme, sa ka nga ata të cilët e konsiderojnë një favor dhe një ndimes dhe një shtys shumë të madhe, sa nga ata të cilët e konsiderojnë që duhet jetë kufizuese në mënyrën dhe në sasinë që përdoret. Disa punë mekanike mund t'i bësh me AI, po nuk mund të prezantoj një pronë me AI. Prezantimi pronës është emocion, është gjallëri, është jetesë, është... Nuk del dot nga petu i... Po të njëjtën gjë do thoja, po do thoja edhe diçka pak më përpara që të përgjigjem dhe asaj pyetjes. Shumë njerëz në Shqipëri po e synojnë që sjellin një produkt të ri, se thënë nuk është tregu shumë i mbushur. Tregon diçka nëse tregu është i mbushur, tregon që njerëzit po e blejnë këtë produktin. Do thotë që ti merr këtë produktin, thjesht shite më mirë se sa këta njerëzit që e kanë. Pronën, objektin e tjerë me radhë, nuk ka rëndësi. Krijoj një produkt, po në momentin që krijoj një produkt ti duhet ta testosh tregun. Për shembull, formati që kam sjellun është një format që duhet testu sepse ti nuk e di do funksionojë apo jo. Ndërkohë real estate ose bizneset normale funksionojnë pse për sa kohë njerëzit e marrin do thotë që funksionojnë. Edhe aty ku pamundësia duket bizotron, sërish mund të gjenden hapësira për t'i shfrytzuar, për ta bërë të pamundurën mos në botën që unë jetoj, në botën që unë jetoj, është që nuk ka kufi dhe çdo gjë është e mundur, aq më tepër në sipërmarrje dhe ne nuk fokusohemi ke bizneset që shesim produkte shumë të lira, por ne fokusohemi që zgjidhim problemet që
njerëzit kanë. Dhe në momentin që ti zgjidh probleme që njerëzit kanë, i jep vlera që ata kërkojnë, çmimi nuk ka problem. Njerëzit janë gatshëm të paguajnë. Ideja është që ti duhet t'i ofrosh diçka dhe që ti bashkëngjitem edhe Ariolës, do thoja sipas mendimit tim, sipërmarrja dhe shitja është një ndër profesione që nuk do zëvendësohet kurrë nga inteligjenca artificiale për faktin që shitja është people business. Do të thotë që e ke ndjesinë, e ke personin, mund bësh prezantimin me ai, mund bësh gjitha gjërat, thjesht që procesin e fundit ti do ta bësh direkt me personin, me klientin, po flasim gjithmonë për shitjet e produkteve që janë plus 10.000 euro, duke qenë që intensiteti është shumë më i lartë dhe aty automatikisht roli i shitësit do jetë gjithmonë i kërkueshëm, nuk ka rëndësi se sa do avancojë ai. Se si mund ta përdorim ai atëherë në biznes që të kemi mundësi të rrisim produktivitetin, eficiencën e tjerë më radhë është një temë tjetër, mendoj, por që është gjithashtu edhe shumë efektive. Por që t'i kthehemi edhe kësaj teme që kishim sot, një ndër arsyet më kryesore pse bizneset atëherë prap nuk funksionojnë, është jo vetëm që nuk ka një plan biznesi, nuk ka një fond rezervë, do të thotë që kur e nisim gjithë e kanë nis biznesin në fillim ndoshta pa lek ose kanë marrë lek borxhe të tjerë më radh. Por në momentin që po qarkullon leku, ti duhet mendosh si sipërmarrës dhe duhet thush një pjesë, 1%, X% e të ardhurave mujore do ndahet veç që biznesi me edhe në rast krize, rreziku e tjerë më radh ketë mundësi 6 muaj deri në 9 muaj ose 12 muaj të mbijetojë. Do të thotë që sipërmarrja 3 deri në 5 vitet e para është mbijetesë, nuk është jetesë. Okej, se edhe kjo, pra, kjo faza e parë në momentin e ngritjes apo jetësimit të një ideje. Është shumë e rëndësishme që të ketë një plan edhe në momentin që ka qarkullim, hiqet diçka më njanë, mendohet për një krizë edhe ajo çfarë ti ke hequr më njanë, do të ndihmoj që të përballossh. Po, por ndodh që në pjesën dërmuese, le të themi të atyre që ndërmarrin një ide apo ndërtojnë një biznes, e kërkojnë fitimin shumë shpejt. Në muajt, ndoshta, pra në muajt e parë, edhe ndodh që dekurajohen kur kjo nuk vjen, edhe tërhiqen. Po kjo më përket mua që është kthyer në një sëmundje shqiptare pas 90-s, kjo që ne duam pasërojmë shumë shpejt. Është dhe a ka një antidot për këto? Pra ka një pavarësisht industrisë. Unë ndjej këtë në çdo industri, vetëm në real estate, që vinë dhe pretendojnë që muajin e parë, se agjentët bëjnë 2.000 euro, bëjnë 5.000 euro dhe vjen muajin e parë pretendojnë bëjnë 5.000 euro dhe po si bëre, pastaj okay, po kjo s'ka punë që bëhesh ka. Do me thënë që është tërësisht absurde, se ai që i ka bërë 5.000 euro në muaj, do të thotë që investuar shumë dhe vetja ka ca punën, ka ca shumë gjëra që i ka bërë. Por për te real estate-it, mua më duket që vërtet është kthyer në sëmundje shqiptare që ne shohim dikë që ka dhe pse i ka bëu dhe si ka bëj shpejt, pse mos i bëj dhe unë aq shpejt. Kjo është shumë problem. Do thoja kultura që ne kemi, nëse mund ta themi, duke qenë që po ta shohim në Gjermani, njerëzit nuk kanë qef. Kur i thu diku që po bëhem se në Gjermani ndahet shumë nëpërmjet sipërmarrjes dhe self-employed. Self-employed do thotë selbstständig, do të thotë ti punon vetëm me firmën tate, sipërmarrës ke edhe njerëz tjetër, po. Dhe këtu atje për shembull të njerëz shikon nuk e dukte stresin që të fitoj shumë lekë, kështu që do rri i punësuar. Ndërkohë në Shqipëri vazhdon kultura që është në familje, hap biznesin tat, mos puno për dikë tjetër, mos u merr me njerëz të tjerë, bë punën tate, më mirë lokal këtu me pak lesa punosh me njerëz të tjerë. Do të thotë që në Shqipëri do ta them fatkeqësisht është kështu, njerëzit e bëjnë biznesin rëndomt. Do të thotë që nuk fokusohen që ta profesionalizojnë biznesin, nuk fokusohen që të ecin. Siç po thoya më përpara, në momentin që biznesi funksionon, 5%, 10% varet nga xhiro që ke, duhet t'i ndash për rezervat fondet për 6 deri në 12 muaj të ardhshëm, por pika më e rëndësishme e cila është që në Shqipëri nuk bëhet. Në Gjermani për shembull ne kemi ekstra 1% çdo muaj ndajnë lekët veç për reinvestim, për zhvillimin e biznesit. Do të thotë që nëse sot përfiton 10.000 euro, pikërisht mjaftohen me fitimin e momentit, por kërkojnë që të optimizojnë dhe të rrisin fitimet. Ta zhvillojnë aq më kjo strategjia dhe vizioni një sipërmarrësie. Ta zhvillojnë biznesin aq më tepër dhe do ta them këtë di që ndoshta shumë për sipërmarrësve nuk do t'i pëlqej tani, njerëzit mundohen të ta gjejnë këtë rrotën, ta bëjnë të re dhe herë. Ndërkohë dikur po ta shohim Europën, po ta shohim Gjermaninë, po ta shohim Italinë, Francën, Amerikën, çfarë ndodh atje sot nuk po bëhen biznese në Shqipëri. Kështu që ti nuk ke nevojë të krijosh diçka të re. Shiko shtetet e tjera, çfarë po ofrojnë ata që ne nuk po ofrojmë dhe sillen në Shqipëri. Pse? Nëse do funksionojë atë, do funksionojë edhe këtu. Diçka që funksionon një herë funksionon gjithmonë. Kështu që do thoja mos mundohen gjithmonë që okay pa diçka të re që nuk është akoma,
po çojnë shtete tjera, ç'a ofrojnë shtete tjera, si ata ofrojnë, merre përshtatet me tregun në Shqipëri dhe jepja njerëzve. Zgjidhja ata që heqin dorë, ka një këshill? Po, është shumë e thjeshtë. Do thoja përpara se ta hapësh biznesin, cila është arsyeja, sepse këtu vazhdon ke zhvillimi personal atë arsyeja me të vërtetë pse ti e hap biznesin. Po ta shikojmë njerëzit në Shqipëri dhe jo më larg dje isha tek një event që më kishin thërr, edhe ishin disa supermarkete dhe më tha një gocë, shikota se leku është shumë i rëndësishëm. Leku është shumë i rëndësishëm, vetëm leku nuk të çon ty në orën 6 mjesit kur mos ke dëshirë më çu. Ndërkohë leku duhet të jetë mjeti për marrë qëllimin të atë. Pyetja është cili është qëllimi? Qëllimi është motivacioni i brendshëm, jo i jashtëm. Motivacioni i jashtëm është leku, është pasuria, është luksi, pushimet, makina etj. Me radhë. Por motivacioni i brendshëm është arsyeja që kur është duke ra shumë shi, ti nuk do të zgjohesh në gjumi dhe ti çohesh prapë, sepse ti e din që kjo është ajo që të bën ty si njëri që të ecësh përpara. Dhe njerëzit, siç e thash, po ripërsëris hapin një biznes thjesht për me fitu disa lekë dhe qëllimi është lekët. Dhe ne themi në psikologji që sa më shumë të vraposh mrapa lekut, aq më tepër largohet leku nga ty. Po qëllimin e kemi edhe një çik dukje, pra nuk e kemi ta hedhim ca lekë si thot Rami në reinvestim në biznes për të arritur biznesin, po atë të tregoj tani shoqërisë, lagjes, komshiut, gjithë Tiranës, gjithë Shqipërisë, shiko, unë kam të shu status, dje isha pas gjë, sot jam bë milioner. Këtë dëshirën për të dukur, karakteristik e inferioritetit, se për ndryshe po djesh i plotësuar s'ke nevojë të dukesh, unë mendoj që bizneset vitin e parë, edhe ku bëjnë 2 lekë, nuk i reinvestojnë biznes, por reinvestojnë tek ajo gjëja që është e dukshme për syrin e tjetrit, po jo tek mirëqenia e vet individuale. Nëse mund të cek dhe 2 pika tjera, pse bizneset falimentojnë, ose pse në këto lloj krizash nuk zhvillohen dot, një ndër këto është mungesa e komunikimit me punëtorët. Është shumë e rëndësishme mënyra se si ti komunikon me punëtorët, po të marrim rastin e pandemisë në Gjermani, një ndër supermarketet më të suksesshëm në Gjermani, dhe ai në momentin që ishte pandemia u mbyll komplet, kishte mbi 1500 punëtorë dhe ajo që bëri doli edhe në televizor supermarketi më i mirë në Gjermani dhe i tha gjithë punëtorëve ju nuk do shqetësoheni për rrogat. Fakti që ju jeni punëtorë të mirë është problemi im që unë do t'ju paguaj ju. Do të thotë që ai jep punëtorit sigurinë e dur, merr vendimin e dur si dhe nuk reagon në mënyrë paniku dhe në mënyrë emocionale, ndërkohë që njerëzit për shembull kur janë në këtë lloj krize mundohen ndoshta të shkurtojnë buxhetin, mundohen ndoshta të heqin punëtorët nga puna. Dhe në fakt është e zakonshme, sidomos në Shqipëri që vendimi i parë që marrin punëdhënësit është pikërisht reduktimi, shkurtimi i stafit. Është kjo politika e dur edhe përkundrejt asaj që the, mënyra se si qasen sipërmarrësit dhe mënyra se si e shohin të punësuarin. Pra, jo si një barë, si një kosto, se e kemi diskutuar jo pak herë edhe në këto studio, por si vlerë e shtuar, si aset. Ideja është momentin që nëse mund të marrë një rast konkret. Po, se jemi e drejt fundit edhe dua të mbedem të marrë vetëm një rast konkret. Ideja është që punëtori është një aset. Fakti që ne bëjmë jetën që bëjmë është edhe falë punëtorëve që ne kemi, është e padiskutueshme në syrin tim. Tani rasti konkret është që në Shqipëri në momentin që janë rrezik falimentimi etj me radhë për shkak krizës, atë ç'a bëhet gjithmonë shkurtohet, hiqet punëtori, hiqet, bën shumë pak reklama, njerëzit në Shqipëri fatkeqësisht në 2026 bëjnë shumë pak reklama në mënyrë profesionale, përdoren nëpërmjet strukturave ndryshme që mos bëjmë shoku tani, por përdoren shumë pak me mënyrën profesionale si duhet përdoren reklamat në Shqipëri dhe njerëzit për shembull në Shqipëri fokusohen tek fakti që po falimentojnë dhe nuk shohin zgjidhjet, duke qenë që çdo krizë ka avantazhet e veta. Në botë, në Gjermani është një shprehje që kur ka gjak në rrugë duhet marrë sa më tepër. Do të thotë që biznesmenat më të mëdhenj në botë edhe në Amerikë dhe në Gjermani në kohë krize pasurohen 10 herë më shumë dhe njerëzit e varfër varfërohen dhe më tepër. Erola mund përshtihesh. Fillon e doja të ishte një bisedë serioze në fakt, por kjo është shumë e domosdoshme se në ju pak raste dhe pa diskutim ne shohim tani aksesi edhe përmes telefonit ka hequr çdo kufi, ne shohim se sa biznese ka që në raste krizash jo vetëm nuk dobësohen, por fuqizohen. Pra se është kjo që Rami thot, kur loja bëhet e fort të futen në lojë themon. Kështu që atëherë kur gjërat vështirësohen, ai që është i përgatitur për të menaxhuar këto vështirësi, do fitoj më tepër, sepse disa nuk i do t'i përballojnë dot vështirësi, do të rrishen, do mbyllen, do shkojnë pas, pra do të lënë rrugën të lirë këtyre që janë të përgatitur dhe kanë dëshirë të punojnë dhe ta sfidojnë veten.
Pra ka më shumë oportunitet. Ka oportunitet për të shfrytzuar në atë moment që thotë Rami. Ka gjak në rrugë merr. Sepse jo të gjithë kanë guximin pastaj të futen në këtë pikë. Dhe Chelsea për këtë është jo duke improvizuar, ëh. Po, rregulli bazë u gjendur i përgatitur, po. Rregulli bazë i një supermarketi duhet të jetë si puna e këtij ujtit, që nëse do ta ullësh me një kovë do marrë një formë tjetër, në një gotë një formë tjetër, supermarketi duhet të jetë i përshtatshëm çdo lloj situate dhe nuk duhet të jetë, po e them, është kështu sepse po e them unë. Në momentin që supermarketi është i përshtatshëm si ky ujiti, besoj që nuk ka absolutisht asnjë lloj gjëje në botë që ta ndaloj, duke qenë që në momentin që ti lejon nga jashtë opsionet që të zhvillojnë ty më tepër, është momenti që ti zhvillohesh më tepër. Në momentin që ti mendon, kjo është ti je fleksibël, pra, ti je fleksibël për të marrë zgjidhje. Kjo është një ndërveshësi tjetër. Duke qenë se unë e përmenda, e ndan jetën mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, edhe je njohur, e njeh mentalitetin ton, po njeh edhe mentalitetin e një supermarketit huaj. Sa vite do të na duhen ne për ta ndryshuar? Unë mendoj që për të funksionuar të paktën në mënyrën se si funksionojnë supermarketet. Unë mendoj që asnjëri prej nesh nuk mund të thotë se sa vite na duhen, por unë mendoj diçka tjetër. Unë kam pas para 5 vite për të nxjerrë vite për kuptuar që është e mundur apo e pamundur. Jo, kam pas këte para 5 vitesh kam pas idenë me ndryshu botën dhe arsyeja pse unë sot jam në Shqipëri është për faktin që ne gjithë njerëzit në përgjithësi kemi dëshirë të ndryshojmë diçka. Ndryshimi nuk vazhdon kur ta bëj dikush tjetër, po vazhdon kur e bëjmë ne vetë. Unë mendoj që me gjeneratën Z që po përflitet kaq shumë, mendoj që ata janë shumë më të avancuar se sa ne dhe kam shumë persona që janë të gjeneratës Z që bashkëpunojnë me mua fitojnë dhe fitojnë shumë më tepër se sa fitonim ne në atë kohë dhe unë mendoj që Shqipëria nëpërmjet kësaj gjenerate, nëpërmjet nesh që kthehemi nga Shqipëria, po vjen që do bëj ndryshim. Pikërisht. Por mendoj edhe po sjell shumë edhe avantazhe duke qenë që çfarë ofrohet sot në Shqipëri me tregun e punës që në Shqipëri nuk e ke në Europë, sepse kosto e prodhimit diçka është shumë më minimale në Shqipëri, si dhe në Shqipëri janë shumë inteligjenta. Unë e shoh në Gjermani, e shoh ke supermarketit, e them sinqerisht, supermarketit. Te thua me subjektivitet. Jo, po ta shohim, po ta mojmë shqiptari është i gatshëm në syrin tim që të ndërmarrë rrezikun për me bëj një jetë më të mirë sepse ne gjithë nuk kemi pas një jetë shumë të mirë. Mirë se ne mbajmë si populizuar për hir të vërtetës, po ca njerëz si puna Ramit që kanë provuar këtë botën e mrekullueshme që ne na shitet këtu dhe vinë këtu dhe pastaj ne japin këtë variantin tjetër, për mua janë aset. Do sa më shumë të vinë. Nëse gjithë ky proces, pra dhe nëse flasim për sukses të biznesit, që nga momenti i ngjizjes, pra i krijimit të idesë, materializimit, rritjes së kështu me radhë. E rëndësishme është qasja e supermarketit, që duhet të ketë, mënyra se si zgjedh ta drejtoj, por po ashtu me shumë rëndësi është edhe konteksti në cilën e ushtron këtë aktivitet. Nuk di nëse isha qartë. Pra, një biznes në Shqipëri e kam më të vështirë të jetoj, të mbjetoj, të zhvillohet, lidhur apo krahasuar me një biznes konkretisht në Gjermani, nisur nga kushtet që i krijohen. Dhe kushtet nuk i referohem asaj çfarë mund të bëj. Po, në kuadrin e politikave, lehtësirave dhe çdo gjë tjetër për mirë funksionimin e një supermarketi. Unë personalisht kam krijuar një SHPK këtu në Tiranë para 3 muajsh, edhe kam edhe në Gjermani, po të njëjtën firmë dhe ideja është në Gjermani në momentin që do të hapësh një biznes, gjëja e parë që të duhet sigurimi shëndetësor që do ta paguash vetë dhe vazhdon nga 400 euro në muaj që i detyruar me 7.000, po domethënë nuk ka aduz, do ta bësh me patjetër. Në Shqipëri nuk e ke të detyrueshme. Taksat në Gjermani janë shumë më të larta se sa në Shqipëri dhe po ta kapim me SHPK që mos futemi shumë detaje tani, ke shumë më tepër lehtësira për të hapur një biznes në Shqipëri se sa në Gjermani. Nga momenti i parë që po flasim për komplet i punësuar, jo një punë të dytë, por edhe themi e curim. Po, unë do thoja në syrin tim mendoj unë që në Shqipëri është shumë më e lehtë me bë sepse e ke rrezikun më minimal. E ke rrezikun më minimal dhe nuk të duhen ndoshta 20.000, 30.000, 50.000 euro që të hapësh një biznes. Sot në Shqipëri të duhet vetëm ky telefoni
edhe 50.000 lekë që të bësh regjistrimin, 5.000 lekë vjetra po flasim, 50 euro që të bësh regjistrimin e biznesit, edhe that's it. Dhe pastaj mos u çudisni nëse ka kaq shumë biznese në Shqipëri. Do t'ja vetëm një këshill për gjithë njerëzit, do ju lutesha me patjetër mos pyesni shokun ose shoqen që ata hapni një biznes apo jo. Pse? Nëse ke dëshirë që të hapësh një biznes, krijosh diçka, cillesh diçka të re në treg, pyet persona që e kanë arrit atë përpara teje, pse sepse nëse pyet dikë që nuk e ka arrit akoma, ai do thotë nuk është e dura, nuk është e gatshme, nuk është e përshtatshme, dhe më e rëndësishme është që ai nuk po thotë ty që ti nuk mundesh, po indirekt po thotë nuk bën për mua. Dhe ti e merr si të mirëqen, dhe kjo është arsyeja pse në Shqipëri shumë gjëra nuk funksionojnë. Do të thotë që e përmbledh me një fjali, merre këshillën e një personi që është aty ku ti ke dëshirë që të shkosh, dhe vetëm atëherë ke mundësi që ta bësh këtë rrugë. Pse? Sepse nuk kemi nevojë që ti bëjmë të presim derisa ti bëjmë gabimet, por kemi mundësi të mësojmë nga dikush tjetër që i ka bërë këto gabime ndoshta më përpara dhe ta shkurton ty këtë rrugën që të kesh mundësi të arrish suksesin më lehtë, si dhe të fitosh më tepër. Mirë. Gjithmonë recetat gatshme nuk ka, por ka mendime se si mund të shkohet, edhe çdo mendim pa diskutim është i mirëpritur për t'u ndarë dhe për t'u përqafuar sipas dëshirës. Faleminderit. Kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit ty. Faleminderit. Tani në vim unë juftoj që të ndiqni një intervistë të zhvilluar me zëvendës ministren e ekonomisë Olta Manjani për punësimin e të rinjve. Duke qenë se kjo është puntata e fundit, nuk do ndalem me falenderime klishe, por falenderime dhe shumë mirënjohje për skuadrën Skan, për të ftuarit dhe publikun pa diskutim. Shumë faleminderit për mbështetjen dhe shihemi në shtator. Miru takofshim.